Do vend tabela qyteti taksi. Po valla, të japi nga 10 copë në familje. Të japi dhe kulishave të vegjël, po t'i gjej vend ku t'i futi. Le t'i japi jo valla. T'i japi. T'i japi sa të dojë valla, 1 milion valla. Po t'i japi të sjellë t'i ku ta gjej vetë valla, ta gjej vetë. Hajde Tirana. Ta gjej, nuk ka problem valla, le t'i japi. Tirana tona. E kupton që eu do të po prendo të mësyra. Unë bëj më i pari, do në më i pari. Nuk ka dalë asnjëherë as institucion në teren të shikoj se si kryet veprimtaria e taksisë. Janë makinat elektrike këto të reja që kanë marrë, vinë gjithë ditën vërdallë në qytet dhe bëjnë gjirokot, duke i shkaktuar dëm dhe qytetit me trafikun dhe policisë qarkullimit. Kjo ka ndodhur. Po të dash, kjo vjen në taksi të rrethave. Taksi të rrethave, pse do punoj Saran? Mos punoj dot në Tiranë. Pa ikën në Tiranë të krejnë ajër bashkë Tiranë. Policia bashkëake në Tiranë të krejnë ajër. Merë familjarë dhe fut taksimo, ç'bën? Qa bën ai kështu? Formalitetin në punën maksimum. Partim zero. U kemi rënë në qafë, policisë shtetit u kemi rënë në qafë, policisë qarkullimit u kemi rënë në qafë.